Korza, një tjetër zonë bregdetare po bëhet gati për të zaptuar nga oligarkët, të cilët pritet të ndërtojnë një fshat turistik aty. Kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi është përfshirë së fundmi në një skandal seksual me një vartëse të tij që punon në të njëjtin institucion lokal. OKB ka paralajmëruar se 14.000 foshnjë mund të humbin jetën në Gaza nëse rruga e ndihmave humanitare nuk hapet menjëherë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TVadheu. Zaptimi i vijës bregdetare duket se nuk ka të ndalur dhe ky fenomen po vjen çdo herë në rritje. Së fundmi, plazhi i Krorzës do të zaptohet nga oligarkët, të cilët pritet të ndërtojnë atje një fshat turistik. Një projekt turistik i përmasave të frikshme do zaptoj tashmë edhe Krorzën e Virgjër. Projekti i quajtur Hillside ose An Kodrës përfshin ndërtimin e vilave përgjatë gjithë Kodrës që zbret në plazhin e paprekur të Krorzës. Vizitorët ftohen në një udhëtim simbolik që nis nga rrëza e Kodrës për të arritur majën, një vend introspektimi ku ndërthuret tradita, arti, sporti dhe kuzhina lokale, shkruhet në projektin e skicuar nga arkitektët. Nuk është e ditur ende se cili nga oligarkët shqiptar do të zhvesh Krorzën për ta privatizuar duke lejuar çdo vit që kalon pa ngopshmërinë të pasurve të vendit, si një nga cenet më të mëdha të qeverisjes shqiptare. Palë me këta individ. Një sasi tritoli u zbulua mbrëmjen e djeshme në zonën e Velierës në Durrës, në afërsi të banesës së ish kryebashkiakut Vangjush Dako. Policia rrethoi zonën për të shmangur rrezikun e banorëve, teksa shpërthimi u bë me telekomand. Një sasi tritoli rreth 70 gram u gjet mbrëmjen e djeshme e vendosur në zonën e Velierës në Durrës, duke alarmuar qytetarët të cilët njoftuan menjëherë policinë. Lënda plasëse ishte vendosur në shkallët e ndërtesës, të cilat policia i rrethoi për të shmangur çdo rrezik. Forcat gjenjere ndërhyn për të bërë shpërthimin e telekomanduar. Burime për redaksin ton bën me dije se në një pallat më pak se 50 metër distancë jeton dhe ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, çka e bën ngjarjen më të ndjeshme. Më duket se e kanë gjetur te hekurat, aty ku del një burr, ka shumë forca policore dhe forca gjenjere që kanë ardhur. Kot nuk kanë ardhur, banon dhe Vangjush Dako këtu, shkruan një qytetar. Lënda plasëse është konstatuar fillimisht nga kalimtar të rastit, të cilët kanë lajmëruar menjëherë policinë. Pas shpërthimit të telekomanduar, hetimet e mëtejshme pritet të zbardhin më shumë detaje se kush ishte objekti këtij atentati të dështuar. Tërmet Peçi, kryebashkiaku i Tepelenës, është përfshirë së fundmi në një skandal seksual me një vartëse të tij në bashki. Bashkëshorti i punonjëses së përfshirë në ngjarje ka kërkuar divorcin, teksa ka bërë dhe një denoncim në polici. Një ditë para zgjedhjeve, në media u bë publik një skandal me protagonist një deputet rilindas, videoja e të cilit u mbajt fort e fshehur mirë. Tërmet Peçi u filmua teksa ngrinte pantallonat në makinë me një punonjëse në tij. Kjo e fundit u kap mat nga burri i saj, duke bërë tërmet 7 ballë me deputetin e PS-s. Ironia qëndron në faktin se burri i nënpunëses të Tërmetit, banori Kërcyrës, ka kërkuar zyrtarisht divorcin, duke deklaruar se bashkëshortja e tij është abuzuar seksualisht nga Peçi në një incident të denoncuar në polici, si përdhunim në nënkërcënim dhe dhunë fizike. Kur është kapur nga burri në makinë me Peçin, kjo e fundit i ka thënë se po bënin mbledhje partije. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur gjatë kulmit të fushatës elektorale dhe është referuar fillimisht në komisariatin e Përmetit e më pas në policinë e Gjirokastrës. Por me ndërhyrjen e vllajt të Peçit, Vojos, pjesë e strukturave të policisë, videoja komprometuese është zhdukur. Megjithatë, sipas të njëjtave burime, rasti nuk është pasqyruar në asnjë buletin zyrtar për shkak të ndërhyrjeve politike. Raportohet se ministra Mirela Kumbaro, e cila drejton politikisht fushatën e PS-s në Gjirokastër, është vënë në dieni të menjëhershme për ngjarjen dhe ka ndërhyrë për të shmangur përhapjen e saj. Familjarëve të viktimës u është kërkuar të tërheqin kallëzimin, por bashkëshorti i saj ka refuzuar dhe ka nisur procesin e divorcit, ndërsa denoncimi i tij nuk ka gjetur deri më tani asnjë mbështetje ligjore apo institucionale. Një qytetar ka denoncuar gjendjen alarmante të higjienës në spitalin e neurologjisë në QSUT. Në pamjen që ai ka dërguar në redaksin ton, mund të shihen qartë fëmijë që lëvizin lirshëm nëpër korridoret e spitalit. Një video skandaloze e dërguar në redaksin ton tregon praninë e një miu brenda ambjenteve të spitalit të neurologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Pamjet të cilat sipas qytetarit ja filmuar rreth një muaj më parë, tregojnë gjendjen alarmante të higjienës në një nga spitalet më të rëndësishme publike në vend. Përshëndetje, Spitali Neurologjisë në Tiranë, mos pafsha dhe hasmin atje çfarë kam heq. Unë nuk jetoj në Shqipëri, por pata një fatkeqësi dhe u ndodha në atë spital. Video është bërë para një muaji, shkruan qytetari i revoltuar.
Rasti ngre pikpyetje serioze mbi kushtet higjieno-sanitare në institucionet shëndetësore publike dhe nevojën për ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përkatëse për të garantuar sigurinë dhe dinjitetin e pacientëve. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga drejtuesit e QSOT-s në lidhje me këtë incident. Një tjetër zonë me potencial të jashtëzakonshëm ekologjik po mbytet nga papërgjegjësia njerëzore dhe hedhja pa kritere mbeturinave. Bëhet fjalë për plazhin e Vil Boshtovës në grupderdhje të lumit Shkumbin, i cili ndodhet në gjendje alarmante. Ndodhja midisore vazhdon të jetë një plagë e hapur për gjatë vijës bregdetare shqiptare dhe këtë herë vjen një sinjal alarmi nga grupderdhja e lumit Shkumbin në zonën e plazhit të Vil Boshtovës. Një eksplorues i natyrës, i cili ndjek nga afër mjediset natyrore dhe zgavrat e virgjëra të vendit, ka ngritur shqetësimin për sasinë e madhe të mbeturinave të hedhura në mënyrë të pakontrolluar në këtë zonë. Ai ka përshkruar situatën si alarmante, duke vënë në pas se problemet të ngjashme hasen në shumë pika të tjera të bregdetit shqiptar. Edhe në grupderdhin e Shkumbinit, në plazhin e Vil Boshtovës, situata është po njësoj. Mbeturina plastike, inerte dhe mbetje urbane kanë mbuluar zonën ku lumi bashkohet me detin, shkruan eksploruesi, duke apeluar për ndërhyrje nga autoritetet. Grupderdhja e Shkumbinit është një zonë me potencial të lartë natyror dhe ekologjik, por duket se mungesa e vëmendjes institucionale dhe edukimi qytetar e kanë kryer atë në një depo të hapur mbetjesh. Ekspertët dhe aktivistët mjedisor apelojnë që institucionet përkatëse, Bashkia, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të ndërhyjnë me pastrime emergjente, vendosi tabela paralajmëruese dhe sidomos me masa administrative ndaj ndotësve. Bllokimi i rrugëve për ndihmat humanitare në Gaza mund ta çojë vendin pranë një katastrofe humanitare. Kështu ka pohuar Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila paralajmëron se nëse nuk merren masa të menjëhershme, 14.000 foshnjë mund të humbin jetën brenda 2 ditëve. Gaza ndodhet në prag të një katastrofe humanitare, ka paralajmëruar Organizata e Kombeve të Bashkuara. Sipas OKB-s, rreth 14.000 foshnjë mund të humbin jetën brenda 48 orëve, nëse ndihma urgjente nuk arrin në kohë në enklavën palestineze. Më 19 maj, vetëm 5 kamion me ndihma humanitare nga OKB-ja arritën të hynë në Gazën e rrethuar, dërgesa e parë që prej 2 marsit, kur Izraeli mbylli tërësisht hyrjet dhe daljet nga territori. Shefi i ndihmave të OKB-s, Tom Fletcher, e ka përshkruar ndihmën e kufizuar që ka kaluar deri më tani si një pikë në oqean, duke theksuar se ajo është larg të qenurit të mjaftueshme për të përballuar krizën. Ekspertët ndërkombëtar të ndihmës humanitare paralajmërojnë se një uri masive po afron në Gazë, e cila është shtypur rreth 2.3 milion banor dhe tashmë vuan nga mungesa akute e ushqimit, ujit dhe barnave. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, holli së fundmi një sër akuzash në publik duke shënjestruar atë që ai e quan mafia shqiptaro-kolumbiane. Sipas tij, shqiptarët janë përgjegjësit kryesor për dërgimin e personave që synojnë destabilizimin e vendit. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka hedhur akuza të rënda ndaj asaj që e quajti mafia shqiptaro-kolumbiane, duke e cilësuar atë si përgjegjëse për dërgimin e mercenarëve të Venezuelës me qëllim destabilizimin e vendit. Sipas Maduros, 38 persona janë arrestuar, të cilët ai cilësoi si mercenar të dërguar nga mafia shqiptare që sundon Ekuadorin, të cilët kishin si mision të vendosnin bomba në territorin venezuelian. Ai shtoi se mes tyre janë pjesëtar të një mafie shqiptaro-kolumbiane dhe 3 telefonat e sekuestruar prej tyre përmbajnë dëshmi të rëndësishme. Janë kapur 38 mercenar të rinj. Mafia shqiptare që sundon Ekuadorin ka dërguar disa mercenar të saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Janë kapur, janë të mafia shqiptare, deklaroi Maduro para krerëve të ushtrisë në Caracas. Ai vazhdoi akuzat duke përmendur dhe trafikantët e drogës në Kolumbi dhe presidentin e Ekuadorit Daniel Noboa si pjesë të njëjtit komplot. Këto deklarata erdhën në të njëjtën kohë kur u njoftua pezullimi menjëhershëm i fluturimeve mes Kolumbisë dhe Venezuelës, duke ndikuar qindra pasagjerë dhe kompania ajrore që operojnë në këtë linjë. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.